Në foltoren e zhvilluar këtë të mërkur me demokratët, Belind Këlliçi, drejtues politik i qarkut të Tiranës, theksoi se zhvillimet e fundit që lidhen me gjyqtaren Irena Gjoka vërtetuan atë që opozita e ka denoncuar prej muajsh, që goditja ndaj PD-s nuk po vinte nga një gjyqtare e pavarur, por nga një kamikaze politike dhe ministre kabinetit Rama. E mbani mend mjaft mirë për 20 muaj me radhë betejën e Partisë Demokratike, funksionarëve të saj, duke nisur nga doktor Berisha, të gjithë zyrtarëve të saj, të deputetëve, për denoncuar goditjen që i ndodhte në mënyrë permanente opozitës dhe Partisë Demokratike, jo nga një gjyqtare, as me 3 as me 300 biemra, siç është Irena Gjoka Shpata Maneku, por nga një ministre dhe ushtare e Edi Ramës, e cila kishte për detyrë të godiste Partinë Demokratike dhe ta zhbonte atë. Ditën e djeshme është faktuar me zë dhe me figurë para gjithë qytetarëve shqiptar, ajo çka ka thënë Partia Demokratike për 20 vite, që kjo gjyqtare e pa denjë për qenë një gjyqtare, kjo kamikaze politike, kjo ministre e kabinetit Rama, është në detyrë vetëm për të goditur opozitën. Dhe përrjedhoi në ato 20 muaj që u vonua prokuria e përgjithshme të faktonte atë çka e dinte mbar bota, çfarë ndodhi? Sali Berishën, kjo gjyqtare e izoloi për 333 ditë në shtëpi, pa drejt. Sot gjykata kushtetuese na jep drejt. Sot del që Irena Gjoka Shpata Maneku, me vërtet pas ka qenë 2 herë dëbuar, ka mashtruar dhe nuk do t'jetë më gjyqtare. Por ama ata ja dolën që për një moment ta ndalonin Partinë Demokratike. Doktor Berisha, kreu i opozitës, u burgos padrejtisht 333 ditë, 1 vit para zgjedhjeve në shtëpi. Këlliçi bëri një paralelizim të fortë mes zhvillimeve globale dhe situatës në Shqipëri, ndërsa bota dhe lider si Donald Trump në forumin e Davosit diskutojnë për transformimin teknologjik dhe prosperitetin, Shqipëria mbetet jashtë çdo iniciative, tha ai. Ndërkohë që në fjalën dhe në adresimin e presidentit Trump dëgjoje për momentin që bota po kalon ndryshime shumë të mëdha për shkak të zhvillimeve shumë të shpejta dhe transformimin që sjell teknologjia, inxhinieria, kreativiteti dhe planet e Trumpit dhe të gjithë perëndimit, botës perëndimore në vijim për rritjen e mëtejshme, zhvillimin, prosperitetin e kombeve, në një moment dal dhe mendon po Shqipëria ku është? Ku hyn Shqipëria në këto zhvillime që po i prek i gjithë perëndimi? Ne për fatin tonë të keq jemi jashtë çdo forumi të tillë. Jemi jashtë çdo iniciative të tillë. Jemi jashtë dhe të fundit në çdo listë, në çdo renditje ndërkombëtare dhe botërore për sa i përket mirëqenies, rritjes ekonomike, zhvillimit arsimor etj. etj. Belind Këlliçi ftoi mbështetësit e Partisë Demokratike dhe shqiptarët të bashkohen në protestën e 24 janarit kundër kësaj qeverie që sipas tij vepron si grup i strukturuar kriminal dhe ministrat shantazhojnë njëri tjetrin. Qytetarët e thjeshtë duhet të bashkohen për të rrëzuar këtë klik që ka zbrazur vendin, theksoi deputeti demokrat Këlliçi.